Përshëndetje të dashur miq, për sot kemi përgatitur pita bread ose buk të pjekur në digan me brum të fermentuar. Brumin e kemi ushqyer sot në mëngjes dhe pasi është aktivizuar e kemi gati për ta përdorur. Për këtë recet na duhet 150 gram brum i fermentuar, ujë i vakët dhe 300 gram miell. Mielli që unë kam përdorur është strong flour, miell për buk i bardh ose i zi, varet se çfarë ju preferoni. Do ta lëm që të vi 1 orë e gjys para se t'i shtojmë kripën. 5 gram krip do shtohet tek brumi dhe brumin do ta palosim. Unë preferoj që kripën ta shtoj pas 1 orë e gjys kur brumi është aktivizuar dhe sa më shpesh të paloset buka apo çfarëdo lloj gatimi me brum të fermentuar, aq më mirë vjen. Do ta lyejmë pak me vaj ulliri enën dhe do ta lëm që të vijë për 5-6 orë, ose në rast se nuk do ta përdorni brenda ditës, mund ta vendosni në frigorifer dhe ta përdorni ditën e nesërme. Brumin do ta vendosim në një sipërfaqe të pudrosur me miell dhe do ta palosim në këtë mënyrë. Pastaj e ndajmë në pjesë të barabarta dhe çdo pjesë do ta rrumbullakosim dhe do ta pudrosim mirë me miell. I lëm të pushojnë rreth 1 orë e gjys para se t'i hapim në kuleç të tillë. Dhe çdo kulaç të hapur e vendosim mbi një letër kuzhine që mos të ngjiten me njëri tjetrin. Pasi t'i kemi gati, kuleçet do t'i pjekim në tigan në një temperaturë të ulët mesatare nga të dy anët dhe sigurohemi që tigani të ketë një kapak. Kjo ndihmon në pjekjen sa më të mirë dhe mbajtjen sa më të butë të pita bread. Pasi i kemi pjekur, i vendosim sipër njëri tjetrit duke i mbajtur gjatë gjithë kohës të mbuluar që të qëndrojnë sa më të butë.